Drejtoria vendore e policisë Fier njofton se në 24 orët e fundit, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor Fier arrestuan shtetasit. BM, 37 vjeç, banues në Roskovec, pasi nuk i është bindur urdhrit të punonjësit të policisë për të ndaluar automjetin dhe gjatë largimit, ka përplasur një automjet të parkuar me pasojë dome materiale. Pas ndalimit nga kryerja e testit të alkoolit, ai rezultoi në gjendje të dehur. 37 vjeçari po merr mjekim në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Dhe AM, 50 vjeç, banues në Fier, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu këta specialist referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit IM, banues në Fier, pasi me motomjetin që drejtonte në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi, ka përplasur një automjet me pasojë dome materiale. Të 40 vjeç, banues në fshatin Frataj Mallakastër, pasi duke drejtuar pa leje drejtimi një motomjet pa targa, ka humbur kontrollin dhe si pasojë motomjeti ka dalë nga rruga. Nga aksidenti u dëmtua lehtë shtetasi ET. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin IM, 58 vjeç, banues në Fier, pasi ka ushtruar dhunë ndaj vëllait të tij i cili u pajis me urdhër mbrojtjeje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.